Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe Kryetari i Bashkisë Oltjon Çaçi zhvilluan në Saran një inspektim të masave të marra për mbarvajtjen e sezonit turistik, në një kohë kur flukset e turistëve dhe qytetarëve në portet dhe pikat e tjera të kalimit kufitar vijojnë të rriten. Siguria e qytetarëve dhe turistëve, garantimi i rendit publik dhe reagimi i shpejtë i strukturave ligjzbatuese mbeten prioritet gjatë sezonit turistik. Ministri Lamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjell edhe më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri i Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Saranën, por gjithë bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën dhe shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Ai nënvizoi se gjatë sezonit turistik nuk do të tolerohet paligjshmëria, ndërsa reagimi i shpejtë dhe profesional i policisë së shtetit ndaj çdo kërkese për ndihmë është thelbësor për forcimin e besimit të qytetarëve dhe turistëve. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këdo që do lejojmë zero paligjshmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, paligjshmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Ministri i Punëve të Brendshme vuri gjithashtu theksin tek bashkëpunimi ndërinstitucional, duke e cilësuar garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe cilësor si një përgjegjësi të përbashkët të institucioneve qendrore dhe vendore. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve, dhe prandaj kemi zgjedhur timi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me përfaqësuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, përfaqësuesin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor, dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europa dhe më gjërë. Kështu që edhe një herë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Ndërsa Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vlerësoi pozitivisht mbarvajtjen e sezonit turistik duke theksuar rritjen e hyrjeve të vizitorëve të huaj si edhe treguesit e sigurisë dhe miradministrimit. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve të huaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë një herë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë ju falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Gonxha vlerësoi gjithashtu angazhimin e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe strukturave të tjera në terren, duke theksuar se treguesit e deri tanishëm dëshmojnë se sezoni është në nivelet më të mira të mundshme. Shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë ju falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Në fokus të inspektimit ishin gjithashtu administrimi i hapësirave publike dhe plazheve, garantimi i aksesueshmërisë dhe sigurisë për pushuesit, si dhe respektimi i rregullave për zhurmat me qëllim që zhvillimi i aktivitetit turistik të shoqërohet me respektimin e qetësisë dhe të drejtave të banorëve dhe pushuesve. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse dhe pushtetin vendor vijon zbatimin e masave për një sezon turistik të sigurt, të rregullt dhe cilësor, duke synuar që vizitorët vendas dhe të huaj të largohen nga Shqipëria me përshtypjet më të mira dhe të rikthehen sërish.